Shqiptari Berat Gegaj, me origjinë nga Suareka e Kosovës dhe aktualisht banues e veprues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është njohur zyrtarisht në sallën e Dhomës së Përfaqësuesve të Michiganit në Kapitolin e shtetit për kontributin e tij në shërbim të komunitetit, angazhimin humanitar dhe udhëheqje në fushën e besimit. Ky vlerësim erdhi si rezultat i punës së tij ndër vite në mbështetje të komuniteteve lokale në Michigan, si dhe ndikimit më të gjerë në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Përmes angazhimit të vazhdueshëm janë ndihmuar persona në nevojë, janë ribashkuar familje dhe janë mbështetur individ që kanë kërkuar shpresë, mbrojtje dhe rikthim në jetën e tyre normale. Përveç veprimtarisë së tij në Shtetet e Bashkuara, Gegaj ka dhënë një kontribut të veçantë dhe të vazhdueshëm edhe në Kosovë. Përmes aktiviteteve të tij humanitare, ai është përfshirë në iniciativa që kanë ndihmuar familje në nevojë dhe individ që kanë kërkuar mbështetje në momente të vështira. Një aspekt i rëndësishëm i angazhimit të tij ka qenë edhe mbështetja e të rinjve në fushën e arsimit. Gegaj ka shërbyer si urlidhse për shumë studentë nga Suareka dhe mbar Kosova, duke i ndihmuar në orientimin dhe zhvillimin e tyre arsimor në Shtetet e Bashkuara. Përmes këshillimit, ndërmjetësimit dhe përkrahjes konkrete, ai ka kontribuar në hapjen e rrugëve të reja për të rinjt kosovar drejt avancimit akademik dhe profesional. Në reagimin e tij pas ceremonisë së nderimit në Michigan, ai ka theksuar se kjo njohje përfaqëson një reflektim të punës së përbashkët me bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tij, duke shprehur mirënjohje për përkrahjen e vazhdueshme. Ky vlerësim përbën një moment të rëndësishëm për Berat Gegaj në rrafshin personal, i cili nga Suareka ka ndërtuar një veprimtari aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mbetur njëkohësisht i lidhur ngushtë me vendlindjen dhe duke kontribuar në zhvillimin e komunitetit shqiptar brenda dhe jashtë Kosovës.